sot është 22 prilli, dita tokës, dita ambientit, jemi në teren me shumë shtetarë tonë, ku ne traditje kemi Sarek pastrimin e ambientit. Për fat mirë, e kemi edhe një kompani shumë të famshme Sarek, kjo kompani është Frutexi, për parë po fillojmë me klasifikimin e mbeturinave të falendrua kompaninë Frutex. Sot në rastin e ditës botërore të tokës, Fondacioni Golden Eagle dhe Frutex po fillon një projekt të ri që do të quhet Golden Eco. Ky projekt pritet i kushtoj kompanisë Frutex rreth 100.000 euro. Ku do të jenë punësuar mbi 10 punëtorë dhe normalisht do të ketë edhe mekanizëm përkatës. Gjithë ideja e këtij projektit është që të bëjmë grumbullimin dhe klasifikimin e mbeturinave, shishe qelçi, shishe plastike, kanaçe dhe letër. Po ashtu grumbullimin kemi filluar ta bëjmë. Sot në qytetin e Suarrëkës janë vendosur në 13 lokacione të vendosura mbi 50 kontenierë, të cilët do të na ndihmojnë që edhe neve sadopak të arrijmë një grumbullim sa më të lehtë. Kemi arritur marrëveshje me disa kompani për blerjen e materialeve të riciklueshme dhe po mendojmë që ky projekt mos qëndrojë vetëm në komunën e Suarrëkës, por të vazhdojë edhe në komuna tjera. Përmbet shumë, sa në 13 pika mbi 51 kontener, besojnë që vitin e ardhshëm do të shpërndahemi në gjitha fshatet e komunës së Suarrëkës, sidomos edhe në shkolla, në gjitha institucionet. Ne sot si institucion komunal bashkëpunim jemi kryeshërktor këtij venit. Dëshirojmë sa më të kemi një ambient të pastër dhe dallohemi nga komuna tjera, për arsye se ambienti është shëndet edhe është kulturë. Ma shumë e bëjmë për shkak të vetëdijsimit edhe të nxënësve dhe qytetarëve, domethënë me pa që duhet ta mbrojnë ambientin se dikush do të pastruhe. Vjen mirë që kemi shumë bashkëpunëtor, e kanë përkrahur këtë aksion vazhdimisht, janë të përkrahur. Të gjithë drejtorat e shkollës, drejtorat komunal, nënkretarja e komunës jemi në teren, bashkëpunim me kompanitë, kështu që do të jetë një ditë mjaft me rëndësi për qytetarët e komunës tonë. Nuk e kemi plan mundal, do të vazhdojmë me punu dhe çdo herë do të jemi në shërbim edhe një herë po them qytetarëve.